16 shkurt 2026, mëngjes dimri. Grupi parlamentar i organizatës terroriste Partia Socialiste e Shqipërisë u mblodh për të ndryshuar një nga armët që ka në duar. Ligjin dua të them. Padishahu i vajtur, i rrudhur, i varur mbi eshtra, mbuluar si në mort me të zeza, ka kohë në fakt që është në zi, me sy të kuqe rrath nën ta, me mjekër si çorg me lesh të rjepur nga koha, pas skizofreninë e dikushme me vibrime mbi karrige, as me vlagën e beterit dhe turfullimave, foli përpara shërbëtorëve, deputetëve të hanëmit të korrupsionit, atyre që pa ndërgjegje dhe morali që ndrojnë ende nga pas dhe përreth këtij. Kur i thëret për t'i përdorur. Padishahu foli. 1. U tha se do të ndërrojnë armën, ligjin pra. 2. U tha për çartje dhe fraza që kundërshtonin njëra tjetrën, që nxirrnin zbuluar atë dhe qeverinë e tij kartel. 3. U tha se Balluku i ka dhënë 3 dorëheqje, por nuk ja pranuar. Në fund të videos do japim një mësim Ballukut që po e përdor dhe po përdoret nga diktatori ignorant dhe i vetmuar. Deri dje, Rama ishte barë për të gjithat rreth vetes, nën vete, si dhe një gjela dhe thundër për shqiptarët. Por sot, Rama i ka barë të gjitha ata rreth vetes, për shkak të bëmave të tij, një barë të cilën një ignorant politik ka libri. I llojit Rama nuk e mban dot, ndaj po armatoset me ligje kundër organeve të hetimit, me ligje në mbrojtje të krimit. Nëse mund të quhen më ligje këto të feudit Edvin Ramastan. Duhet ta dini mendoj se ignorantët dhe gjysmë të lëqiturit, atyre që gjuha lap, ju bëhet ventilator, ku marrin pushtet bëhen diktator, në fund edhe vrasin. Dhe dje, si pa e kuptuar, indirekt dhe direkt, kreu i hanëmit po i thot popullit armatosu. 20 minuta fjalë nga i rënuar i mendërisht kryeministër. Le pa mend këdo ndërkombëtar që mund ta dëgjoj. Dhe tani do të marrim pasazhet më të spikatura të fjalës së të rënuarit kryeministër dhe do e kundërshtojmë. Ose do e shkoklavitim, ose do e hedhim në kazan, ose do u ndajmë fake volan atyre që e votuan me dhe pa dëshirë, me apo pa lek, ose do të gudulisemi me pak satirë. Kur si u bëri paraqitjen në terma strikt juridik, unë do të bëj anën tjetër të medaljes në terma logjik dhe politik. Çfarë do të thotë poeti Vall? Që ana juridike e ligjit të ulësit nuk ka as logjik dhe as sens politik? Eksakt, ligji nuk ka logjik. Nuk është kurse si politik. Është thjesht dhe vetëm helmet për krimin në pushtet dhe për këtë specialist është Rama, dora vet. Ka një boshllëk. Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhan drejtim bazuar në frymën e kushtetutës. Do me thënë, ata të gjykatës së lartë pas kanë boshllëk në tru, sepse nuk ja lanë Ballukun në detyrë. Kam parasysh kulturën e dobët demokratike dhe të shtetit ligjor që ka Shqipëria për shkak të traditës vet. Shteti i dobët ligjor nuk është përgjegjësi e këtij, por e traditës shqiptare. E po kot që flasim, e pas ka marrë ferra uratën. Ajo që e bën skandalos, të pa justifikueshëm dhe të papranueshëm, pezullimin nga një prokuror dhe një gjykatës në një seancë paraprake, pa filluar akoma as gjyqi për një antar të kabinetit qeveritar, është fakti se pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Përmendjen e Ramës është skandaloz dhe i pajustifikuar veprimi i prokurorit dhe gjykatësit që pezulluan Ballukun. Por që t'ja sqarojmë kapos së kartelit, vendimi i marrë për pezullim është konform ligjit dhe këtu nuk ka më diskutim. As hapësirë që Rama ta shpjegojë me logjikën e tij prej profani, zbatimin e ligjit, për një person që hetimet vërtetojnë korrupsion dhe afera me tendera, do me thënë abuzim me fondet publike. I theksojmë Ramës se pezullimi nuk cënon kurse si funksionin, sepse nuk ka njeri të pasvendësueshëm, që nëse ikën ai person, funksionimi stopon. Pezullimi është zgjidhje për largimin e individit të korruptuar dhe për zgjedhjes së një tjetri në të njëjtin funksion. Por teksa Rama nuk e ndan dot individin nga funksioni në këtë rast, do të thotë shumë. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Jo, nuk pezullohet puna e një institucioni. Pezullohet ministri i korruptuar të cilin duhet ta kishte shkarkuar nga detyra kryeministri dhe kur nuk vepron ai, vepron spaku dhe e pezullon. Në këtë moment kryetari i kartelit, kryeministri në rastin ton, ka për detyrë të emërojë një tjetër ministër në atë funksion. Dhe kaq. Për të mos u hedhur 100 veta pas një budallai që hedh një gur lum. Budallai në këtë rast është prokurori i spakut, më pas gjyqtari dhe mëtej ata të gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Ndodh në ndonjë vend tjetër kjo, që të guxoj kryeministri të epitetizoj si budalla, një prokuror apo gjykatës?
ku janë parë dhe dëgjuar këto, veç se në feudin, në narkoshtetin e banditit. Nuk mjaftoi fakti që nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë një i vetëm, ku të jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror. Nuk ekziston vërtet dhe shumë mirë e thot, sepse në Europë dhe në botën perëndimore demokratike, ministrat për paregullsinë më të vogël japin dorëheqjen, dhe nëse nuk e japin i shkarkon kryeministri. Kurse në rastin Balluku Rama, në rastin shqiptar pra, ku ministri akuzohet për vepra penale, teksa nuk ka as dorëheqje, as shkarkim, padyshim që duhet të ndërhyj prokurori dhe shumë mirë ka bërë prokurori. Që ne kemi antarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kur një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë. Dhe me këtë vërteton se është kaq e korruptuar kjo qeveri, sa nuk ka shans të mund ta ndihmojë gjykata kushtetuese. Me këto që thot nxjerr zbuluar dhe demaskon veten, qeverinë dhe Katandin, për të bindur që është një kokbosh, kryeneq që gjithçka i është servirur dhe ky ka bërë bufonin. Me sa e shikoni, ka mbetur i vetëm. Kufiri ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Kjo është gjuha e një kryeministri për funksionarët e drejtësisë. Skandaloze. Mint si brejtës që janë duhet të jenë prokurorët, që hetojnë dhe rëmojnë. Qend mbetet të jenë gjyqtarët. Por ama çfarë kafsh të jetë vallë, për momentin llapaqen. Po pse vetëm pushteti gjyqësor është i pavarur në Shqipëri? Të tjerët janë gjithë të varur nga pushteti gjyqësor? Jo, kushtetuta e thot ndryshe. Kushtetuta thot ka 3 pushtete të pavarura. Që do thot përveç gjyqësorit është edhe legislativi edhe ekzekutivi. I themi profanit kryeministër se legislativi dhe ekzekutivi janë pushtete të pavarura, por jo institucione të pavarura në kuptimin kushtetues siç janë. Gjykata kushtetuese, spaku kontrolli i lartë i shtetit, avokati i popullit, Prokuroria apo Banka e Shqipërisë dhe disa institucione të tjera. Po kjo histori e goditjes vazhdueshme të burimeve njerëzore të këtij vendi dhe të administratës së këtij vendi, bazuar në të ashtu quajturin në thojza dyshim të arsyeshëm, është një histori me cilën unë personalisht nuk pajtohem dhe ne nuk mund dhe nuk do pajtohemi. Ja, ky është momenti crescendo, kur kryekapobanda del mbi ligjin dhe na thotë se nuk pajtohet me organet e drejtësisë, por do ta mbrojë krimin në administratën e tij me mish dhe me shpirt. Thënë të gjitha këto, fjolisëm thjesht dhe vetëm adreson boshllokun mendor të shoqërisë sonë po doni, që lidhet me faktin se për shkak se fryma e kushtetutës dhe orientimet duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion, në mënyrë që mos ketë më mundësi interpretimesh në boshllok. Kemi sipas kryeministrit një gjykatë dhe një shoqëri në boshllok mendor. Kjo shoqëria me boshllok mendor në fakt e ka zgjedhur, ose kësaj ja ka vjedhur votën, ndërsa këtë drejtësinë e re me boshllok mendor vetë ka krijuar. Përpasoj, kryeministri rezulton i dështuar kryekput dhe duhet të largohet. Sipas logjikës sonë që nuk kemi boshllëku mendor të shoqërisë që e votoi, apo të drejtësisë që ai krijoi. Është që sharak llapaqeni. Do të thonin qend dhe mint nga vrima e gardit. Dhe kush e lidh këtë me rastin konkret, bëni gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Por pezullimi është i papranueshëm. Dhe për këtë arsye, siç e kam shpjeguar në takimin e mëparshëm, ne do merremi me pezullimin. Për ta refuzuar me vullnetin e shumicës në kuvend ndërhyrjen në territorin kushtetues të pushtetit ekzekutiv. Kjo nuk ka lidhje me pezullimin, thot Bimbashi i qartafillosur, por do të merremi me pezullimin. Ligjin po e ndryshon me pikënisje pezullimin siç na tha në fillim. E mohon më pas se këtë po e bën për pezullimin dhe pas 2 sekondash, sërish pohon se do të merret me pezullimin. Është që kuilibruar totalisht Bimbashi, por kryesisht është i pacip, amoral dhe rrezik për vendin. I zhytur në krim dhe korrupsion, i kapur në çarg dhe në panik do e shndërroj parlamentin në mitrolos kundër drejtësisë. Ndaj parlamenti i krimit duhet të mbyllet dhe këtë duhet ta bëj populli dhe ajo e ashtu quajtur opozitë. Askush nuk duhet mendojë se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisë. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Pas këtyre fjalëve shqiptarët duhet të zgjohen dhe të rebelohen. Refuzon mundësinë se mund të rrëzohet diktatori. Bisha në lëngat shpërfaq dhimbje dhe agresivitet. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur saqë një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestojë vetë. Pa filluar gjyqi akoma. Arbitraritet total në Këshillin e Evropës, nga raportet e Këshillit të Evropës ku Shqipëria përfaqen më të zezë të gjithë atyre që ja kanë vënë këtë njoll, renditet në fund fare të vendeve jo të Bashkimit Evropian, por të gjithë kontinentit evropian, rrot me Rusinë për paraburgim pa gjyq të njerëzve si të ishin mish për top. Tani u kujtua kryekapobanda për këtë,
Pse nuk e ngriti këtë shqetësim për paraburgimin me ish-ministrat e tij të arrestuar, apo në rastin e ish-presidentit Meta, apo edhe në rastin e Erion Veliajt, apo atëherë i pëlqente fakti që po spastronte armiqt, kurse tek Balluku i ngeli shara në gozhd dhe po përmbyset shteti, sepse i rrezikon këtij të paudhikarigia dhe jeta. Dhe sapo na bëri me dije që jemi në fund të vendeve europiane, do me thënë adio integrim. E kuptoni se kush e drejton Shqipërinë e mirë, ja ku e keni me zë dhe figurë. 58% e njerëzve që sot janë brapa hekurave janë të paraburgosur. Imagjinoni sa të pafajshëm ka aty ndërta. Futen në paraburgim dhe harohen brenda. Tani është duke i qarë hallin Ballukut, por edhe vetes. Ai e di më mirë se kushdo që është pjesë në çdo krim korruptiv dhe se përmendet në çdo dosje. Pa dyshim që natë e ditë mendon se një ditë do të thirret në SPAK dhe prej atij momenti e pret fati i Lalit. Për sa i përket pastaj çështjes rastit konkret, e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Ballukut i sugjerojmë ta dorëzoj dorëheqjen për herë të katërt, por ta ketë dorëheqje të parevokueshme kësaj here. Me që nuk e ditë kërkase si jepet dorëheqja, pa pritur aprovim. Kodoshët dhe karavidhet e pushtetit që mendojnë se kanë budallenj përpara duhen zbathur me ligj dhe verdikt populli. Janë falendërues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjithë të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe pse kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i Saratës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Kushtet i përcakton Balluku që i thot Palloshit unë do të ik nga pushteti kur të ikësh edhe ti. Ose të dy, ose asnjëri. Ka që thjesht është. Kur të ik Rama, plotësohen kushtet për të ikur edhe Balluku dhe gjithë shpura e hajdutëve. Të bësh 40 kontrolle banesash ditën e vitit 3, do të thotë që të mos kesh asnjë ide për efektin psikologjik mbi shoqërinë, e cila është e gjitha e mbyllur nëpër shtëpia me familjet e veta dhe në televizor o do shikoj këngë dhe valle, se është viti i ri, është dita viti i ri, o do shikoj se si shkohet nëpër banesat e gjithë dynjas për çështje të para 5 vjetëve. Kësaj i përgjigjemi shkurt ç'ke bër, do të ta bëjmë. Nuk e para asgjë akoma o kat. Punojësit e administratës nuk janë mish për top. Ta skujt. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Po mbron administratën, sepse e di që vlon nga brenda administrata, mezi pret rrëzimin e pushtetit një pjesë e saj. Një administrat që edhe pse zhytur në paftësi, partishmëri dhe korrupsion, e detyruar ka firmosur tendera dhe abuzime për eprorët e saj. Për të mbajtur vendin e punës, ndaj sot është në rrezik me vepra penale përballë ligjit. Administrata është pjesa e popullsisë më e korruptuar, më e keqpërdorur dhe më e vobekt. Tradita jon është e tmerrshme. Tradita jon është armiku ynë më i madh. I të gjithëve ne shqiptarëve. Filja jon e brendshme për gjak, për të parë tjetrin me këmbë të lartë me kokën poshtë, vjen nga e kaluara dhe është një problem themelor për të ardhmen tonë. Arpagoni kryeministër është i pafytyrë dhe një antishqiptar i betuar. Që ta sqarojmë disi të pacipin, po i themi se tradita e këtij populli është që të mos i bëj vetë përmbysjet e mëdha. Ai është një popull që ul kokën dhe duron Tiranë, se po të ishte popull që donte gjak, do të kishte vënë maj hurit o sherr budalla. Por ky donte ndonjë nga popujt fqinje, që të mos dinte ku të futej. Ky njeri toksik, kjo mendje e errët, me çerre të hirt, me një tjetër popull dhe me një tjetër drejtësi do të ishte përbri Lalit dhe Metës, për të mos thënë horizontalisht me Kadafin. Ose do t'i shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbrinë e gjykatësit që shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Epilogu i takimit të një grupi që i ngjason hordhive plaçkitëse, pushtuese, zjarrvënëse. Si nuk ka një grua, si nuk ka një burr mes tyre, të çohet, ti flak Madati në sura demonit dhe ti thot: po, kemi 14 vite që vjedhim dhe rjepim shqiptarët. Po, kemi 8 vite që të gjithë kolegët po na shkojnë në burgje dhe janë nën hetim. Dorzo pushtetin dhe largohu, sepse e shkrive Partinë Socialiste dhe krijove korporatën e hajdutëve Mavi. Nuk ka një njeri të pastër dhe me ndërgjegje mes tyre, me sa duket, nuk paska. 2013 Mosart Shkur. Mast Channel
Please subscribe.